Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër, e cila është përgatitja e ragus ose e kimës me mish viçi, të cilën ne përdorim qërësisht në kuzhinat tona. Vemi tek këndi gatimit për të përgatitur recetën. Përbërësit ja ku i kemi marrë të gjithë, mish krish, karota, selino, qep, salcë. Fillojmë. Si fillim, do të marrim degzat e rozmarinës dhe do ta zhveshim nga kërcelli. Dhe nëpërmjet një thike do t'i presim shumë të vogla. Ja kemi përfunduar. Fillojmë i presim. E kemi përfunduar dhe prerjen. Dhe tani do vemi që të skuqim këto gjethe. Vendosim në përkatëse ku do përgatisim ragun, vajin e ullirit, rozmarinën, ku do e skuqim në temperaturë minimale, që ajo të skuqet lehtësisht, mos të madhijet dhe të lëshoj aromën e saj. Ndërkohë, ne do të presim perimet. Presim qepët. Do t'i grim në madhësinë e mishit. Ai do t'i bëjmë që do të jenë uniforme të gjithë përbërësit. E kemi përfunduar dhe grimin e qepëve. Tani do të grim karotat. Edhe karotat në këtë madhësi do t'i grim. Fusim dhe selinon për t'i grirë bashkë të dyve. Dhe ja ku i kemi. E kemi përfunduar. Ja ngrirë tamam sa si mishi i grirë. E kemi përfunduar dhe këto. Dhe tani vemi të përgatisim recetën. Të vazhdojmë përgatitjen e recetës. Rozmarina na është skuqur, siç e shihni, ka çuar atë aromën e vet dhe vendosim mishin e grirë. Duhet kemi kujdes se mishin e grirë duhet ta punojmë gjatë gjithë kohës do t'i rrim në kokë. Do ta punojmë gati për 10 minuta, duke e trazuar her pas here dhe duke e shkrifosur mishin. Sepse sekreti i ragus aty qëndron që mishi në fund, mbasi kemi përfunduar së skuquri, të jetë totalisht i shkrifur, të jetë kokra. Do e shohim. Fillojmë me e gatisim në këtë mënyrë, duke e shtypur mishin, duke e shkrifosur dhe duke e përzier her pas here. Dhe duhet ta lëm shumë që mishi të na ngjitet në tenxhere fillimisht, se pastaj mbasi në momentin që ajo fillon atë skuqjen e vet, detyrimisht do skuqet se aty është finalja që mishi e ka bërë tamam përgatitjen e vet. E trazojmë. Në këtë mënyrë do të veprojmë derisa mishi të skuqet plotësisht. Shiko, mishi si po shkrifoset total shikoj. Është bërë tamam kokra. Si reshadia. Kush e di kush është reshadia, e cila përgatitet me një seshte. Vendosim udhrat, unë i vendos gjithmonë udhrat kur bëj mish viçi, sepse ka ato elementet jo shumë të shëndetshme për organizmin ton dhe i përdor vazhdimisht. Kjo varet sipas dëshirës, ju mund mos i jepni fare udhra. Ja, e trazojmë prapë dhe mishi do ketë atë kërcitjen, ta dëgjoni tani. Kur arrin atë kërcitjet mishi, atëherë është tamam momenti që ne kemi arritur atë qëllim që duam të ndjejmë një ragu perfekte. Tani ka filluar të ngjehet mishi, që është normale dhe është në përfundim. Siç e shihni, dhe mishi na shkrifosur komplet. Vendosim perimet, karotën, selinon edhe qepën, i përziejmë bashkë të gjitha mirë dhe do ta lëmë gati 20 minuta po në temperaturë jo shumë të ulët, por nëpërmjet mesatare të temperaturës së ulët. Ja, kanë kaluar 20 minuta dhe ka çuar gjithë lëngun qepa. Tani do të vendosim, është momenti që të vendosim domaten. Unë kam marrë 3 kuti salce pomodorini, të cilin i ka dhënë një shije të mrekullueshme. Unë kisha edhe salcë të bërë vet, po preferova më mirë që ta bëja me këtë salcën që kam bler, ishte super. Tani do të edhim dhe ujë, të cilën, ja, kjo është salca që unë kam marrë dhe ka dhënë një shije të shkëlqyer. E kam shplar ato 3 kutit nga pak edhe po ja vendos gjallës aty. E trazojmë që të na shpërndahet salca. Dhe tani do të vendosim edhe 3 lugë gjelle me salcë koncentrate. Do ta lëm
të gatitet gati për 1 orë e gjys deri në 2 orë në minimum të temperaturës, që ne të përfitojmë një salcë, një ragu të shkëlqyer. I vendosim kripën, piperin e zi, pak spes djegës, pak kurkuma, pak spes të kuq dhe rigon. Unë i kam edhe këto erëza se më pëlqejnë. Ju mund të mos i vendosni fare dhe më të bëni një ragu klasike, pa këto erëzat. Unë i përdor dhe më pëlqejnë. Tani do ta lëm 1 orë e gjys, siç e theksova pak më parë, deri në 2 orë në minimum të temperaturës. Ja ku e kemi. Ka përfunduar bërja, e trazojmë. Duket që ka dalë një çik lysh sipër, se faktikisht dhe mishi ishte i ndyrshëm, por mos u shqetësoni fare, sepse kjo do ndahet në vazo të veçanta dhe do bëhet në receta të veçanta. E heqim nga zjarri dhe tani është momenti që ta vendosim në për vazo dhe ta vakumosim. Ja ku e kemi. Këtë recet e përgatita dhe e vendosa në për vazo, se do ta përdor shpejt. Do paraqisë një recet tjetër, të cilën do ta demonstroj me qese. Ajo ron 1 vit, sa të doni juve, 6 muaj, 1 vit, varet se sa e përdorni. E kemi mbushur atë, e vullosim kapakun mirë dhe do t'i kthejmë vazot përmbys. Kështu do të veprojmë me të gjitha vazot derisa të përfundojë raguja. Ja ku i kemi mbushur vazot, i vendosim kapakët secilës nga këto dhe tani fillojmë dhe i shtrëngojmë dhe i përmbysim. Ja ku i kemi bërë të gjitha dhe i vendosim një pecet sipër dhe i lini 24 orë. Unë i kam lënë 48 orë, se ishin të ngrohta dhe sa ufton plotësisht. I kthejmë, shifni që kapakët janë vulosur plotësisht, kanë krijuar këtë thellimin këtu anësor, po ta shifni. I vendosim nga një etiketë, duke i shënuar datën ku e kemi përgatitur ragun. Unë do t'i vendos etiketat mbi kapak, sepse kapakët nuk i përdor më. Kështu që e jes kapakët. Ja ku e kemi përfunduar edhe vendosin e etiketave. Dhe tani do e shohim si na është përgatitur raguja. Raguja na ka dalë në mënyrë perfekte, na është bërë shumë shumë e mirë. Shifeni? Ka dhe një aromë fantastike. I vendosim një degës rozmarine sipër për dekoracion dhe ja ku e kemi gati. Ju bëf të mirë. Miru takofshim në video të radhës dhe faleminderit shumë në qoftë se do e ndiqni këtë video dhe do më lini një mesazh poshtë videos. Dhe mos harroni të më bëni subscribe.